Mirë mëngjes. Unë jam avukati Fabio Lo Scerbo të kishte një episodi ri i podcastit të së drejtës së imigracionit. Sot analisojmë një vendim me rëndësi të veçantë të publikuar me mëngjeset e një nëntor 2025 nga Gjykata Administrative Rajonale e Sicilisë, seksioni 3. Çështja është regjistruar me numrin e përgjithshëm 850 në i vitit 2025 dhe lidhet me refuzimin nga ana e Komisariatit të Policisë së Palermos të kërkesës për konvertimin e legjes së qëndrimit për mbrojtje speciale në ligje qëndrimi për punë të varur. Rasti pasqyron një situatë që shumë shtetas të huaxhe po e përjetojnë gjatë muajve të fundit. Aplikanti kishte marrë mbrojtjen speciale në bazë të një vendimi gjykësor të lëshuar nga Gjykata e Palermos me 8 maj 2023, e cila kishte njohur rëndësinë e procesit të tij të integrimit social dhe profesional, duke deklaruar se largimi i tij nga Italia do të çononte në mënyrë të pajustifikuar jetën e tij private dhe familjare. Si pasojë, komisariati kishte lëshuar një lajë qëndrimi 2 vjeçare. Me pas në gusht të vitit 2024, i huaxhi nënshkroi një kontratë të pune afatgjatë si punonjës shtëpie dhe në tetor të njëjtit vit parakiti kërkesën për konvertimin e legjes, por komisariati e refuzoi kërkesën, duke pretenduar se mbrojtja speciale ishte dhënë në kuadër të një procedure që lidhet me mbrojtjen ndërkombëtare dhe jo mbi bazën e një kërkese specifike për mbrojtje speciale të paraqitur para 5 majit 2023. Sipas administratës, përket e arsye nuk do të zbatohej regjimi tranzitor i parashikuar nga nëni 7 i dekret ligjit 20 i vitit 2023. Pikërisht këtu ndërhin vendimi i Gjykatës Administrative të Sicilisë, duke dhënë një sqarim me rëndësi praktike shumë të madhe. Gjykata deklaron se administrata ka aplikuar një interpretim tepër kufizues të regjimit tranzitor. Pika thelbësore është kjo: rregullat tranzitore të nënit 7 të dekret ligjit 20 të vitit 2023 nuk bëjnë dallim midis procedurave përmes të cilave është dhënë mbrojtja speciale. I vetmi kusht vendimtar është që kërkesa për mbrojtje speciale të jetë paraqitur para 5 majit 2023 dhe ky refuzimi i mëvonshëm administrativ të jetë shpallur i palikshëm nga gjykata. Gjykata i referohet në mënyrë eksplicite mendimit të avokaturës së shtetit, e cila thekson se konvertimi lejohet për të gjitha ligjet e mbrojtjes speciale të njohura nga gjykata, pavarësisht nëse ato burojnë nga nëni të mbledhjete i kodit të unifikuar të imigracionit ose nga nëni 30 paragrafi 3 i dekretit legjislativ 25 i vitit 2008. Me fjalë të tjera, nuk mund të ekzistojnë dy lloje të mbrojtjes speciale e konvertueshme të një, sepse kushtet ligjore janë të njëjta. Vendimi citon gjithashtu një pjesë të rëndësishme të jurisprudencës administrative të kohëve të fundit, në të cilën thuhet se ligji ka vendosur një kufi të vetëm kohor për konvertueshmërinë e titullit, pikërisht datën e paraqitjes së kërkesës për mbrojtje speciale dhe asnjë kusht tjetër. Me fjalë të tjera, administrata nuk mund të shtojë kufizimin që ligji nëse nuk i ka parashikuar, bazuar në këtë kasje, e cila është në përputhje me vendimet e Këshillit të Shtetit dhe të gjykatave të tjera administrative. Gjykata e Sicilisë anullon aktin e refuzimit dhe njeh të drejtën e aplikantit për konvertim, duke konfirmuar gjithashtu pranimin e tij në ndihmën juridike me shpenzimet e shtetit. Nga pikëpamja operative, ky vendim ka një peshe të madhe. Ai përforcon një parim tashmë të qartë të konsoliduar. Kush ka paraqitur kërkesën për mbrojtje speciale para 5 majit 2023 dhe ka marrë të drejtën e tij me një vendim gjykësor, ruan të drejtën të konvertojë atë ligje në një ligje pune, për sa kohë që ekziston një marrëdhënie pune e vlefshme. Kjo nuk është një çështje thjesht teknike,
Shtengje vendim ke mbron rrugët realite integrimit të parandalon ke vonesat administrativ ose zgjatja e proceseve gjykesore të dëmtueshme padrejtësisht pikërisht atë person që ka vepruar në përputhje me ligjin dhe ka paraqitur kërkesën kur rregullimi i mëparshëm ishte ende në fuqi. Edhe një herë, jurisprudenca administrative ndërhin për të rikthyer koherencën në sistem dhe për të shmangur trajtimin e pabarabartë të shtetasve të huaj. Dhe ky rast tregon rëndësinë e shkërtimit të kujdesshëm të vendimeve administrative, sepse interpretimet e ngushta mund të rrezikojnë të drejta kurendi juridik i një shprehimisht. Me këtë përfundojmë analizën e sotme. Unë jam avokati Fabio Loskerbo dhe ju falenderoj që dëgjuat këtë episod të podcastit të së drejtës së imigracionit. Do të takohemi së shpejti me një vendim tjetër të rëndësishëm për të analizuar së bashku.